Është hedhur shorti i fazës Final Four në kampionatin e Bisnet Superiore. Kështu përballë Vllaznisë është vendosur Dinamo City në shortin organizuar nga Federata Shqiptare e Futbollit. Trajneri Thomas Brdarić dhe drejtori sportiv Tefik Osmani u shprehen të bindur se do të kalojnë në finale. Big thing to be in the Final Four. Mendoj se është diçka e madhe që të jesh në Final Four. Duhet të harrojmë çfarë ka ndodhur dhe të fokusohemi te gjysmëfinalja. Duhet të shkojmë në finale për të fituar titullin. Për mua është fitore të shkosh në finale. Duhet të jemi të disiplinuar, të fokusuar dhe të kemi një atmosferë të mirë. Pas 2 dekadash mungesë të titullit në Shkodër, është e rëndësishme që ta fitojmë. Kjo ndeshje do të jetë decisive. Ne e dim që ishte e vështirë të arrinim në këtë pozicion dhe është privilegj të jesh këtu. Tani, ne duam të arrijmë maksimumin. Ne do të shkojmë për të fituar, jo për barazim. Nuk mund ta menaxhojmë barazimin. Në sezonin e fundit, ne u përballëm me Egnatian dhe për mua ishte një ndeshje e mirë, por e dim që këtë vit kemi një avantazh. Kemi një grup shumë të mirë, aftësi, forcë dhe duam t'i tregojmë këtë cilësi në ndeshjen kundër Dinamos në gjysmëfinale dhe jemi të bindur që të shkojmë në finale. You can't manage Normalisht të arrim të fitojmë titullin është që jam i tort. Tani e dim që ai qytet si e pret një titull ose sa vite ka. Megjithatë, unë mund t'ju them që jemi i vetmi ekip që jemi pretendent ose kemi arritur në Final Four duke patur shumë element të ri në skuadër dhe po të bësh krahasimin kemi marrë shumë risje dhe për të jam shumë i kënaqur. Mendoj që asnjë në skuadër nuk e ka një si Doda ose siç e kemi dhe portieri Aronin. Mendoj që skuadrat që janë si Egnatia, Dinamo dhe Partizani kanë një grup me eksperiencë që kanë luajtur më shumë. Ndërkohë, presidenti i FSHF-s Armando Duka ka folur pas shortit nëse do të vazhdojë sërish Final Four, ndërsa zbuloi edhe gjyqtarin e finales së madhe të kampionatit. 36 javë vërtet të luftuara me garë deri në momentet e fundit, një garë e bukur e cila ka prodhuar dhe një klasifikim besoj shumë të merituar për të 10 skuadrat pjesëmarrës. Kjo skem kampionati është e diskutuar dhe pikërisht për këtë mendoj për atë çka mund të kritikohet është edhe akoma më e bukur sepse na jep më shumë emocion askush nuk e din se kush do dali kampion nga këto 4 skuadra, pra na mban më gjatë duke shijuar futboll deri në ditët e para të verës. Ne duhet ta shijojmë tani këtë Final Four, duhet shijojmë spektaklin që do dhurojnë skuadrat, duhet shohim rezultatet e saj dhe pastaj të vazhdojmë për edicionin tjetër çdo gjë gati. Në finale ne kemi ftuar një nga arbitrat më të mirë të globit, polakun Marshenjak, i cili do gjykojë ndeshjen finale për pas sa më pak aludime për fituesin. Ndeshja e parë gjysmëfinale Vllaznia Dinamo City do të luhet të dielën në 4 maj në orën 20 në stadiumin Arena Kombëtare. Në rast barazimi në finale kualifikohet ekipi i Vllaznisë.